Thënie nga Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ishte filozof, shkrimtar, kompozitor dhe filolog gjerman I mirënjohur botëror. Citojmë disa prej thënieve të tij. Kleriku një vetëm një rrezik të madh, shkencën, konceptin e shëndetshëm të shkakut dhe pasojës. Të gjithë mendojnë se fruti është ajka e pemës, kur në të vërtetë është bërthama. Sa bukur tingëllojnë muzika e keqe dhe arsyet e gabuara, kur sulmi drejt armikut. Dikush rri me të tjerët për të gjetur vetveten, e dikush tjetër për të humbur vetveten. Dashuria e paktë ndaj vetvetes e shndron vetmin në një burg. Mikut më të mirë I bie gruaja më e mirë, sepse martesa e mirë është talent I miqësisë. Lëvdojmë ose qortojmë sipas shkëlqimit që lavdata apo qortimi mund t'i japin forcës sonë të gjykimit. Mungesa e besimit mes miqve është një gabim që nuk mund të qortohet pa u bërë I pandrejtshëm. Njerëzit të zgjuar nuk ua besojnë shmendurit, çfarë shkelje e të drejtave njerëzore. Sedra jon ofendohet më shumë atëherë kur krenaria jon është lënduar. Sa paku mjafton disave për të qenë të lumtur, sa modest është njeriu. Kontradikta dhe botën në lëvizje, të gjithë gjërat janë kontradiktore në vetvete. Të gjitha gjërat që janë vërtet të mëdha, në shikim të parë duken të pamundura. Ai që nuk gjen mjaft paradoksale para gjykimet e sotme, ende nuk ka reflektuar sa duhet. Çdo besim, çdo ndërgjegje e pastër, çdo gjë që duket e vërtet, pikë së pari rrjedh nga shqisat. Ai që merr pjesë në gëzimet dhe hidhërimet e tua, ai është miku yt. Gjërat më të mira u errësuan, sepse të dobetit hodhën baltë mbi to, dhe njerëzit e mirë mbetën në errësirë, shpesh të panjohur edhe për veten e tyre. Janë fjalët më të qeta ato që sjellin shtuhinë. Kush më mirë se femrat di ta çojë një burr drejt një mendimi dhe pastaj ta bëj ta besoj se është mendimi I tij.